Tani po ndodhemi në hotelin Sheraton të shtetit Tianjin të Kinës Veriore, ku po zhvillohet sesioni veror i Forumit Ekonomik Botror i vitit 2014, që njihet gjithashtu si Forumi i Davosit Veror 2014. Ne kemi porositur një intervistë ekskluzive nga zoti Edi Rama në hotelin e tij Sheraton, këtu në Tianjin. Tani qëndroni me ne në CRI Shqip për intervistën ekskluzive nga zoti Edi Rama. Zoti Kryeministër, kjo është vizita juaj e parë në Kinë pas marrjes së postit të kryeministrit vitin e karuar. Dhe sot mbyllet takimin me homologun kinez, zoti Li Keqiang. A mund na thoni çfarë temash keni prekur në takim dhe çfarë pritshmërishe keni nga kjo vizitë në Kinë? Vërtet kjo është vizita ime e parë në Kinë si kryeministër. Dhe është takimi i dytë me kryeministrin e Kinës. Pas takimit të zhvilluar në Bukuresht, në mbledhjen e thirrur prej tij nga pjesëmarrjen e gjithë drejtuesve të qeverive të vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore. Dhe praktikisht takimi ka qenë vazhd e një bisede të nisur lidhur me plane të reja, me projekte të reja dhe me mundësitë e reja që ka sot Shqipëria dhe rajoni për të rritur bashkëpunimin me Kinën. Po, mund të na thoni për shembull të cilat fushat qeveria juaj në drejtimin tuaj, domethënë e sheh me më shumë përparësi në zhvillimin e bashkëpunimit me palën Kinë? Sigurisht që ka një komponente që lidhet me mbështetjen e drejt për drejt të qeverisë kineze, ka dhe një komponente tjetër që lidhet me krijimin e kushteve për sipërmarrjet private kineze. Dhe për sa i përket pjesës që lidhet me qeverinë kineze, ne praktikisht jemi duke finalizuar një marrëveshje për financimin e punimeve për rrugën e Arbrit. Dhe ndërkohë jemi duke diskutuar për një sër projektesh tjera ku do të përmendja projektin e sistemit hekurudhor që mund të jetë një projekt i financueshëm nga pala kineze, duke pasur parasysh edhe interesimin e shprehur për qeverisë kineze për rajonin në tërësi në këtë aspekt. Projektin e autostradës Kaltër, gjë që e kemi biseduar edhe në takimin e Bukureshtit. Padyshim projekte që lidhen drejt për drejt me zhvillimin e bujqësisë dhe vetëm të infrastrukturës, të peshkimit, po edhe të arsimit. Praktikisht sot Kryeministri Li ka bërë prezent nismën e qeverisë për t'i dhuruar qeverisë shqiptare një grant prej 10 milion juanësh, cilat do të shkojnë për financimin e projektit ton të madh të transformimit të sistemit mësimdhënies përveç përmes inovacionit. Dhe kemi folur edhe për portin e Shëngjinit, që është një projekt madhor dhe që besojmë që ka një interes konkret dhe një interesim konkret. Mund na thoni, zoti kryeministër, në çfarë trajtime do të punoni më shumë në këtë trajtim për të realizimin e antarësimit përfundimtar të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Tani ne jemi në një proces të ri pas marrjes së statusit të vendit kandidat dhe drejtimet e këtij procesi janë shumë të qarta. Ato lidhen, e thënë shkurtimisht, me demokratizimin e mëtejshëm përmes forcimit të lishmërisë, përmes forcimit të institucioneve,
përmes forcimit gjithë sistemeve brenda të cilave zhvillohet jeta publike në Shqipëri, por dhe zhvillohen marrëdhëniet mes individit dhe shtetit. Kështu që sigurisht në këtë aspekt një vend të veçantë do të luajë vazhdimi i betejës kundër korrupsionit si një betejë për modernizimin e shtetit në radhë parë dhe për modernizimin e sistemit. S'ka dyshim pastaj edhe parafrimi i legjislacionit dhe i vijës përgjithshme të sjelljes së shtetit shqiptar me legjislacionin dhe vijën e përgjithshme të sjelljes së Bashkimit Evropian. U vura re dhe pasi erdhi në pushtet qeveria në ndërtimin tuaj, ju keni marrë një sër masash, keni zhvilluar aktivitetesh për të përmirësuar edhe kushtet e shërbimit turistik të vendit, duke përfshirë pastrimi i plazheve, sistemimi i mjedisit në zona turistike në Shqipëri dhe ka pasur goxha rezultate të dukshme. Atëherë tashmë turizmi është bërë edhe një sektorër që qeveria juaj kushton më rëndësi madhe për të zhvilluar. Atëherë në çfarë trajtime, në çfarë fushë do të bëni më shumë në këtë trajtim? Sigurisht që zhvillimi i turizmit është një prioritet kombëtar, sepse turizmi është një nga burimet e reja të rritjes ekonomike për Shqipërinë dhe nga njëra anë ne kemi filluar një punë intensive për të siguruar më shumë pasërti, por sigurisht kjo punë do të vazhdojë, duhet ndërtuar sisteme të qëndrueshme të gjithë procesit pastrimit dhe të higjienës plazheve tona në radhë të parë, nga ana tjetër për të përmirësuar infrastrukturën me një sër projektesh që do të shoqërohen nga projekte të tjera vitin e ardhshëm dhe në vitin e vijim, dhe sigurisht për të nxitur investimet e huaja apo investimet private qofshin dhe ato shqiptare me modele të reja të zhvillimit të sipërmarrjes në turizëm. Zoti Kryeministër, mund t'ju shfrytëzoj këtë rast të çmuar për të pyetur diçka lidhur me seksionin ton, seksioni i gjuhës së shqipe të Radio 6 Kinës. Seksioni ynë ka filluar transmetimin e emisioneve para 45 vjetësh. Si kryeministër, çfarë imazhi të Shqipërisë dëshironi që ne t'i paraqesim publikut kinez për forcimin e shkëmbimeve të mëdhenjshëm midis popujve apo vendeve tona? Ne kemi një histori të gjatë të përbashkët e cila është një ndihmë e madhe në këtë drejtim dhe bën më të lehtë ndoshta punën tuaj, por sigurisht që sot jemi në një kapitull krejt tjetër të historisë së marrëdhënieve tona, në një kohë tërësisht të re me strategji zhvillimi dhe qasje tërësisht të reja në raport me të ardhmen dhe me njëri tjetrin. Dhe natyrshëm Shqipëria sot nuk është ajo që ishte dikur për Kinën dhe pesha e Shqipërisë në raportet e Kinës me botën është shumë më relative. Por nga ana tjetër kjo nuk do të thotë që ne të mos i bëjmë gjitha përpjekjet që Shqipëria të tërheq vëmendjen e opinionit publik në Kinë dhe të tërheq vëmendjen e njerëzve që në radhë parë janë të dhënë mbas udhëtimeve, janë të dhënë mbas destinacioneve të reja për ta bërë Shqipëri një destinacion të ri turistik edhe për kinezët. Po, besoj se dhe vizita juaj mund të shërbejë si edhe piknisja e re në këtë trajtim. Shumë faleminderit zoti kryeministër, suksese në punën tuaj.